për hir komandori legjendor Dikingje Tina du me dol më shëtit me kodin. 2000 thonë që nuk bën me dol kësa dhe që ja kanë njës me dol sa në për Gjermania më qkej. Ma mire me nejnë Kosovë këto, me punu për atë dhej, prindi jem që ke fazdio, ka qenë ka luftu me Adem Jashorin, ato ka qenë edhe Bashkem Jashori edhe Ragip Jashori, ata ka luftu së boshkë. Pas ke vendosur me vestu ndryshe sa 28 nëntorin, a? Ka vendosur sa për shkak që është edhe fejsa edhe Dikingja Adem Jashorit, po është shkolla pa artistë që kemi 4 fejsa, shkolla pa artistë së Shqipërisë që ka ndodhur 1912, plus edhe 1987 që ka dalë ÇK-ja në skenë, 28 nëntor, plus edhe 1443 të Skënderbeu që kanë ngri flamurin në Kruq. Këto janë data historike të cilat e kemi mësuar. Gjithmonë. Çka ke vendosur me bu për 28 nëntor? Unë për hir komandori legjendor Dikingje Tina du me dol më shëtit me kodin. Edhe ako një iniciativë personalisht e jotja, apo i inspiru edhe paka shumë për Ismail Qemalit? Po e paka shumë edhe për Tina, edhe për Dikingje si Adem Jashorit, jo ka pak. Cili kish më konë mesazhet për shoqërinë tonë, për të rritë në Kosovë për 28 nëntor? Në 2000 thonë që nuk bën me dol kësa dhe që ja kanë njës me dol sa në për Gjermania më qkej. Ma mire me nejnë Kosovë këto, me punu për atë dhej, dhe sa me punu anej, me lonë Kosovën vetën. Në cilin klasje? Dhe janë në klasën e shtokë. Edhe cilin shkolli, ma ka shumë? Shaban Jashorin. A e di kush është Shaban Jashori? Po, bova i homës dhe Adem Jashorin, i cili ka qenë drejtori, mësuesi i shkollës tonë. Nëse kishe sot taku dikon për familjes Jasorit, çka kishe pas më thënë? Unë kisha pas mi falenderu shumë për gjokin që familjes tonë që u derën për lirin. Kisha pas edhe mi u thonë që tremë që Adem Jashori nuk ka pas. A e din paka shumë historinë e Adem Jashorit edhe a mund është me nga të regu paka shumë? Unë se që di, ajo ka linë 1995. 1955 falë, ajo ka qenë komandant, ajo cili o fornizu me armati më herët në vitin 1991-92 që kanë bo prita, unë si kanë leju shkit me sulmu kësare ka Drenica, po ashtu edhe prindi jem që ke fazdio, ka luftu me Adem Jashorin, ato ka qenë edhe Bashkem Jashori edhe Ragip Jashori, ata ka luftu së boshkë, deri sa kanë arrin më aratis me ikë se ka qenë shumë vështirë për ata. Të thuj që edhe prindi jëtë ka luftu? Po. Qysh ndije si një djali i një ushtarë shtrisht shlimtarë të Kosovës? Jam i krenuar për babon tim, i cili ka arritur të marrë pjesë në këtë luftim. Po ashtu edhe në luftimet e tjera. Hajde, Culi!